Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, një gotë nga kjo pije ullë sheqerin në gjak në kohë rekord, ja receta. Rritjet e shpejta të sheqerit pas vakteve të pasura me karbohidrate mund të rrisin rrezikun metabolik. Ja si ndikon acidi acetik në përthithjen e glukozës. Rritjet e larta të sheqerit në gjak dhe të insulinës pas një vakti të pasur me karbohidrate nuk janë të padëmshme. Ato e ngarkojnë pankreasin, nxisin rezistencën ndaj insulinës, shkaktojnë rënje të papritur të energjisë dhe në afat të gjatë rrisin rrezikun metabolik. Ekspertët paralajmërojnë se pikërisht këto maja të shpeshta glikemike lidhen me zhvillimin e sindromës metabolike dhe diabetit të tipit 2. Sipas publikimeve në Diabetes Care dhe në revistën klinike europiane, u tregua se kontrolli i rritjeve post-prandiale të glukozës është një faktor kyç në ruajtjen e shëndetit metabolik. Lajmi i mirë është se ekziston një strategji e thjeshtë dhe një kohësisht tepër praktike që mund të zbusin këto rritje. Çfarë tregojnë studimet për uthullën e mollës? Studimet klinike kanë treguar se konsumimi i uthullës së mollës para vaktit mund të ulë rritjen post-prandiale të glukozës dhe të insulinës. Një studim i publikuar në Diabetes Care raportoi se uthulla mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës pas vakteve të pasura me karbohidrate, veçanërisht tek personat me rezistencë ndaj insulinës. Portali mjekësor Healthline shkruan se uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e rritjes së sheqerit pas vaktit duke kontribuar në stabilitet më të mirë energjik. Megjithatë, ekspertët theksojnë se nuk bëhet fjalë për terapi, por për një mjet të ndihmës të vogël, praktik dhe të përballueshëm. Pse karbohidratet shkaktojnë rritje të sheqerit? Karbohidratet rrisin nivelin e glukozës në gjak. Sa më i madh të jetë përqendrimi i tyre në një vakt, aq më shumë rritet glukoza, sekretohet më shumë insulin, pëson rënje energjie, rritet rreziku për rezistencë ndaj insulinës dhe diabet dhe shtohet stresi metabolik. Sipas Harvard Health Publishing, pikërisht këto luhatje të shpejta glikemike munden që të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj, sidomos në metabolizëm dhe në peshën trupore. Çfarë ndodh kur pini uthull molle para vaktit? Disa studime sugjerojnë deri në 20 apo 30% rritje më e vogël e sheqerit, deri në 20 apo 25% më pak insulin, energji më e qëndrueshme pas një vakti, më pak stres për pankreasin. Pse funksionon uthulla e mollës? Efekti i saj lidhet me acidin acetik i cili ngadalson zbrazjen e stomakut, ngadalson gjithashtu përthithjen e glukozës, ul gjithashtu nevojën për insulin dhe nga ana tjetër rezulton në glikemi më të qëndrueshme pas vaktit. Sipas revistës funksionale ushqimore, acidi acetik mundet që të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës në kushte të caktuara metabolike. Si ta përdorni? Rekomandohet 1 deri në 2 lugë gjell uthull molle të holluar në një gotë me ujë, të pihen 10 deri në 15 minuta para vaktit. Ekspertët gjithashtu thonë se uthulla e mollës gjithmonë duhet të konsumohet e holluar pasi përdorimi i drejtpërdrejtë mund të irritojë mukozën e traktit tretës dhe të dëmtojë smaltin tuaj të dhëmbëve. Kujdesi dhe masat paraprake. Healthline raporton se uthulla e mollës mund të ngadalsojë zbrazjen e stomakut, gjë e cila mund të përkeqësojë simptomat gastroparezës, veçanërisht tek personat me diabetin e tipit 1.
Gjithashtu mund të shkaktoj edhe të përzjera dhe mund të dëmtoj smaltin tuaj të dhëmbëve. Mund të ndikoj edhe në nivelin e kaliumit. Ndërveprime me barnat. Barna për diabet, rrezik për hipoglicemi, barna të cilët ulin kaliumin, diuretikët mund të rrisin humbjen e kaliumit. Prandaj rekomandohet konsultimi fillimisht me mjekun, sidomos nëse ju e përdorni për terapi kronike. Si të konsumohet në një mënyrë të sigurt. Sipas Healthline, rekomandohet të fillohet me sasi të vogla dhe gradualisht të rritet deri në maksimumi 2 lugë gjelle 30 ml në ditë, gjithmonë e holluar në ujë. Këshillohet të pihet me pipë për të mbrojtur smaltin tuaj të dhëmbëve, të shpëlahet goja pas konsumimit dhe të pritet të paktën 30 minuta para larjes së dhëmbëve. Personat me gastroparezë duhet të shmangin ose të konsumojnë 1 lugë çaj. Ndërkohë, diabeti është një gjendje kronike në të cilën nivelet e sheqerit në gjak mbeten të larta ose trupi nuk prodhon insulinë të mjaftueshme ose nuk e përdor atë në mënyrë efektive. Njerëzit me diabet, prediabet ose një predispozitë gjenetike ndaj kësaj sëmundje duhet që të monitorojnë rregullisht nivelin e glukozës së tyre në gjak për të parandaluar dëmtimin afatgjatë të zemrës, veshkave, shikimit dhe njëkohësisht nervave. Së bashku me terapinë përshkruar dhe zakonet e përditshme të jetesës, disa pije herët në mëngjes mund të ndihmojnë më tej në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të sheqerit tuaj në gjak. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ato nuk zëvendësojnë ilaçet. Ujë me fara liri. Farat e lirit janë të pasura me fibra acide yndyrore omega 3 me bazë bimore dhe lignan, të cilët kanë një efekt pozitiv edhe në rregullimin e sheqerit në gjak. Ato janë veçanërisht të dobishme sepse ngadalsojnë përthithjen e glukozës nga ushqimi dhe ndihmojnë në ruajtjen e ndjenjës së ngopjes. Zhytni 1 deri në 2 lugë çaj fara liri mundësisht të sapo bluara në një gotë me ujë dhe lëreni gjatë gjithë natës. Në mëngjes kullojeni dhe pijeni vetëm ujin. Si alternativë mundet t'i shtoni fara liri në bollgur, kos ose smoothie. Selino dhe lëng limoni. Selinoja gjithashtu është një perime e pasur me antioksidant, vitamin K, kalium dhe njëkohësisht përbërës të cilët mbështesin shëndetin kardiovaskular dhe atë të veshkave. Ka veti antiinflamatore dhe njëkohësisht përmban vitamin C dhe ndihmon në thithjen më të mirë të lëndëve ushqyese. Krijon gjithashtu një pije e cila mbështet metabolizmin dhe kontribon në ekuilibrin e sheqerit në gjak. Përgatitja. Përzjeni 1 deri në 2 kërcenjë selino të freskët me lëng limoni dhe pak ujë. Pijeni ngadalë në mëngjes para ngrënies së mëngjesit. Lëng i freskët të limoni dhe portokalli. Limoni dhe njëkohësisht portokalli përmbajnë vitamin C dhe antioksidant të cilët ndihmojnë në uljen e stresit oksidativ të lidhur me diabetin. Edhe pse portokalli përmban sheqerna natyral, ai ka një indeks të ulët glicemik relativisht të ulët. Shtrydhni gjysmën e një limoni ose portokalli në një gotë me ujë të vakët dhe pijeni në mëngjes. Mos shtoni absolutisht sheqer. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.